Faleminderit, nderuar kryetar, nderuar familje Dari, të nderuar kolegë deputet dhe deputete, mysafir të nderuar. Debati për rastin e vdekjes së Astrid Harit mendoj që është një debat i vonuar, një seancë e vonuar, nga se ne kohë më parë kishim një kërkesë nga lëvizja vendosje, kërkesa e cila nuk arriti të realizohet në një seancë e jashtëzakonshme. Kanë qenë shumë arsye pse është dashur të mbahet e seancë e jashtëzakonshme iniciuar nga lëvizja vendosje, përveç natyrës, formës dhe vendit të vdekjes, ka qenë një solidarizim smaku me kolegët parlamentarë, nga se mos harrojmë lëvizja vendosje është parti parlamentarë, është pjesë e parlamentit Kosovës, nëse për ndonjë aspekt nuk është dashur të mbështetet smaku në këtë pikë, është dashur të solidarizohemi me lëvizjen vendosje për faktin se bëhet fjalë për një aktivist të lëvizjes vendosje. Prandaj, unë mendoj që ky debat është i vonuar dhe vonesën në këtij debati të bënë më të rënd fakti se ky debat vjen pas verdiktit përfundimtar të institucionit drejtësisë kosovare, ku vdekja e Astrid Harit konsiderohet si vetvrasje, po dashur të paragjykojnë, nga se ne sot i kemi dy verdikte, e kemi një që cilëson vetvrasje, ndërsa verdikti tjetër ekspertëve ligjore cilëson si vrasje, po dashur të paragjykoj aktin se si ka ndodhur. Unë mendoj që ne si Parlamenti i Kosovës jemi të pavarur nga institucionet e drejtësisë dhe në asnjë moment nuk duhet të presim verdiktin e institucioneve të drejtësisë, nga se është thënë dhe po thuhet në vazhdimsi se Parlamenti nuk do të përzihet kompetencat e drejtësisë. Ne me këtë seancë të sotme, me këtë debat të sotëm, thuaj se jemi përzierë tërësisht nga se kemi mirëprit një verdikt final dhe tash ne të flasim mbi atë verdikt se si ka ndodhur vdekja apo si ka ndodhur vrasja apo vetvrasja e Astrid Harit. Prandaj kërkesa dhe debati i tillë është dashur të zhvillohet shumë herët, të jetë me parimod pavarësisht verdiktit përfundimtar. Jemi ty tonë në një shtet demokratik ku synojnë integrimin e strukturave euroatlantike dhe Bashkimin Evropian. Duhet vdekja e Astrid Harit ka paraqitur dhe ka qitur pa një situatë që ekson burgjet e Kosovës. Mos harrojmë se 2 vite më parë në një burg tjetër, jo në prezant, por konkretisht në Dubrovë, një qytetar i Kosovës për një dënim të shkallës civile nga se në vonesë pagesave të taksave është dënuar seksualisht nga shokët e tij të dhomës. Do thotë çeljen e tillë dhe vdekja në raste të tilla në burgjet e Kosovës, vdekja e Astrid Harit duhet të jetë një moment kur vërtet bën reforma pozitive në shërbimin korrektues në burgjet e Kosovës, respektojnë liritë dhe drejtat të qytetarëve të Kosovës, të konsiderohen të gjithë të barabartë. Fatkeqësisht, jo vetëm në liri këtu, edhe në politikë, por edhe në burgje ka diskriminime në raport mes shqiptarëve dhe serbëve. E dini terroristin akuzuar për vepër terroriste, i cili para 2 vite u arrestuar pranë ambasadës amerikane, një natë para Krishtlindjeve me 13 kg eksploziv, tash është zvogëluar dënimi nga 13 vite në 11 vite, atje është transferuar edhe burgu nga një burg tjetër në një burg tjetër nga se nuk ka qenë komod. Ndoshta brenda kësaj vere pritet ta dërgojnë në pushime verore. Ndërsa shqiptarët e Kosovës ballafaqohen me këto diskriminime edhe vdekje brenda burgjeve të Kosovës. Po ato është të paragjykoj verdiktin final të formës së vdekjes së Astrid Harit, kërkoj që të bëhet vërtet një hetim ndërkombëtar, njëherë për gjithmonë të zbahet ky rast, por dhe të fillojë reforma pozitive të respektojnë liritë e drejta qytetarëve të Kosovës, burgjet e Kosovës, pa dallim nacionaliteti, feje, race. Faleminderit.